Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Ky është libër i begatshëm, ne ta shpallëm ty këtë që të studiojnë argumentet e tij dhe që të marrin mësim prej tij ata që kanë mend, pra ata ulul albab. Pra, ky libër është që ne të marrim mësime. Ky Kur'an ka ardhur si furkan, dallues i së vërtetës nga e kota. Është kitabun anzalnahu, pra libër që e kemi zbritur. Ilayka mubarakun, që në të ka bereqetet dhe begati të mëdha, dhe ka argumente të shumta që të marrim mësime, që të marrim pra mësime të cilat na duhen për këtë botë dhe pa dyshim dhe për botën tjetër. Sepse Kurani është tibyan li kulli shay, zgjidhje për çdo gjë. Andaj ky ajet nga surja Sad, ajeti 29 me radhë, na thret që të thellohemi edhe më shumë dhe të shohim argumentet, të studiojmë ato dhe të marrim mësim, qofshin ato në tokë, në qiell dhe rrotull nesh, por dhe brenda nesh.